Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod në adoleshencë. Ne sot do të flasim përsëri për shoqëri toksike në gjimnaz, duke qenë se si temë ka shumë për të folur dhe për të diskutuar, dhe unë kam zgjedhur të bashkëbisedoj me Livia Lanen. Livia, mirë se erdhe. Përshëndetje Rai. Xena, mirë se erdhe. Shpirt, në bote. Para se të nisni me pyetjet, unë të doja të më kufizoni pak termin shoqëri. Pra çfarë kuptoni me termin shoqëri? Shumë pyetje interesante, Rai. Tani për mua shoqëria është ajo që ti e di që i ke aty në të mirën dhe të keq. Domethënë, në momentin që unë kam një problem, unë e di që unë do marrë këmbë telefon dhe ai do jetë aty për mua, ose ajo, më saktë. Për ty Xena, çfarë kupton me termin shoqëri? Bashkohem dhe unë me Livjen, patjetër. Po dua ti shtoj pjesën që patjetër që duhet jetë aty afër, duhet gjendet pranë, duhet jetë shumë i gjinshëm, duhet të suportoj patjetër, duhet t'japi dashuri, mbështetje, gjitha me radhë, edhe respektin mbi gjitha, që është më e rëndësishme. E vërtet, respekti është mbi gjithçka dhe thelbi i çdo marrëdhënie. Po me termin shoqëri toksike? Ky është termi i preferuar, më saktë. Me termin shoqëri toksike janë fiks ato shoqëri që ty të bëjnë të ndihesh bosh. Domethënë, ti del me ato vetëm sa për çdo kohë, nuk del as për të kriju kujtime. Unë mendoj që me një shoqëri duhet të krijosh patjetër kujtime të bukura që ti kesh për jetë. Dhe mendoj që në një shoqëri toksike ke vetëm kujtime të këqija. Nuk mendoj që një shoqëri toksike mund të cilë të mira, mund të cilë gjitha këto gjëra që unë përmenda pak më parë. Po për ty Xena, çfarë kupton me termin shoqëri toksike? Vetë termi shoqëri toksike është një shoqëri e pashëndetshme, ku ka intriga, ka xhelozi, Dashakejtësi, inate. E kuptoj. Në fakt, shoqëria toksike është një term shumë i gjerë. Atëherë Xena, të ka ndodhur ndonjëherë që ti ta gjesh veten në një shoqëri që në të vërtetë ka qenë e pashëndetshme? Po, kam hasur shoqëri shumë të tilla, edhe janë shumë të vështira për t'u menaxhuar. Nuk je ti rahat me veten tënde, edhe Që këtu fillon problemi ndër. po patjetër. Ka xhelozi e tëra patjetër se këto vinë, por nuk ja sugjeroj njeriu. Domethënë unë që e kam përjetuar është e vështirë që edhe ta ndash, pasi se unë jam një rob që kur lidhem me shoqërinë jap goxha shumë. Po, Xena, nga eksperienca jote e kemi vënë re në fakt, Po. e ke pak të vështirë të largosh njerëzit. Po. Dhe temat ka qelluar fiks sepse unë do të bëj një pyetje pastaj, pak më vonë për këtë. Po ti Livia, ka rësiu ndonjëherë ta gjesh veten në një shoqëri jo të shëndetshme? Ndoshta unë jam pak më fat, por mos më ka ndodhur kur të kem shoqëri toksike në rrethin tim. Përveç faktit që unë kam një rreth shumë vogël dhe ju e dini, unë kam shumë pak shok dhe shoqë që unë i quaj me vërtet të ngushtë, se patjetër shok dhe shoqë rreth i madh kemi, por ato që unë vërtet i besoj dhe i mbaj afër. Pra je selektive. Po, jam shumë selektive dhe vërtet më ka ndodhur ndonjëherë që unë të kem qenë në një shoqëri toksike. Por më ka ndodhur me shoqëritë e mia, kam hasur shumë shoqëri toksike, por vetë brenda nuk kam qenë kurrë dhe nuk e kam përjetuar ndonjëherë si emocion. Si mendon, është e vështirë të largohemi kësaj shoqërie? Është pak e vështirë. Unë mendoj që gjithmonë është ajo frika, sepse shoqëri toksike janë ato shoqëri që ty nuk të lejnë të eksplorosh. Domethënë, nëse ti je në një shoqëri toksike me dikë, ajo ta bën që ti vetëm mua ke shoqë, ti nuk mund të kesh. Po, ti nuk mund të kesh shoqë të tjera. Dhe jo në thojza, në fakt në një farë forme është pak mbytyje. Është mbytyje, po. Është pak mbytse, ç'ka mbytje. Është pak mbytse në të vërtetë, jo në thojza, realisht është pak mbytse për ata njerëz që janë brenda kësaj shoqërie. Po. Dhe unë mendoj që Kjo shoqëri tul besimin, tul vetbesimin më saktë. Dhe ti ke frikë të largohesh sepse nuk e di çfarë të pret. Është e vërtetë, pra nuk je i përgatitur. Dhe unë jam gjithmonë e mendimit që në këtë moshën e jemi, ne do të kemi eksploruar shumë mirë me shoqëritë. Pra, mos gjejmë komoditetin që ne mendojmë se mund ta kemi te X shoqëri dhe mos japim hapësirë dhe mos lejojmë veten tonë të eksplorojmë në shoqëri të tjera, sepse ne nuk e dim asnjëherë se ku ndihemi më rehat dhe ku ndihemi më mirë. Por që xhanë këtë fazë mendoj që e kemi kaluar. Po.
Sepse duhet jemi selektive dhe çojmë. Tani duhet jemi selektive. Ato që duan me drejtë dhe na bëjnë të ndjehemi mirë. Është e vërtetë. Momentin që ne nuk ndjehemi rehat, mendoj që këtu fillon, në momentin që nuk ka hapësirë, nuk ka respekt, pra nuk të respektojnë ty për atë që je dhe për atë që ti bën dhe për atë që ti dëshiron të bësh, mendoj që më mira është të largohesh edhe të mos kesh më kontakt. Në fakt për ty Xhena ka qenë vështirë të reagohesh nga kjo shoqëri. Po, goxha sepse kur e krijon atë afrimitetin, unë për vete jam ai lloj personi që nëse unë jap kohë tjetrit, dal gjatë gjithë kohës, jap respekt, kënaqem me këtë rob, është shumë e vështirë që ta ndash komplet dhe ti këtë robin që e ke krijuar si rutinë, mos ta kesh më aty, mos të gjendet më afër. E kuptoj. Në fakt Xhena e kuptoj, në disa raste edhe nuk e kuptoj sepse vetë si natyrë jam e dashur, të paktën nuk shuaj këzdoroj veten, gosat e konfirmoni, patjetër që konfirmoni. Kështu që unë si natyrë jam shumë e dashur, por momentin që mua më shkelen limitet e mia ose ato barrierat që unë kam për veten time dhe që i vendos të tjerëve, që jo dëshurimisht ja them tekstualisht, por barrierat e gjithë secili prej nesh duhet i kenë dhe duhen të kuptohen dhe duhen të respektohen. Kjo është më e rëndësishme. Në momentin që mua këto limite dhe këto barriera në mua nuk më respektohen, unë si rrjedhoj i bëj daljen dhe le të shkojnë, le të gjejnë një shoqëri tjetër. Dhe me mua nuk kanë më kontakt, sepse kam dy anë shumë të kundërta. Në një anë jam shumë e mirë, jam shumë e dashur, pra jap shumë për shoqërinë dhe për njerëzit që unë kam rreth vetes time, në anën tjetër po ma bërë atë të keqen, që unë e quaj të keqe, patjetër se e keqe është relative, siç është dhe e mira, unë të bëj daljen dhe të heq nga jeta ime, sepse më duket fora më e lehtë, sepse në këtë mënyrë nëse unë do rri siç ka ndërtuar Xhena, besoj që më bashkohesh mendimit, ne i bëjmë dëm vetes si fillim. Dhe veten tonë kemi parësore. Është shumë e rëndësishme që ne patjetër veten tonë të respektojmë për gjitha barrierat apo mos pëlqimet që ne kemi ndaj një shoqërie të caktuar. Kështu që Xhena mendoj që ke bërë pak gabim. Po. Unë t'i kam thënë dhe në privat, por që po ta them edhe këtu, që ke bërë pak gabim, sepse njerëzit nuk na meritojnë. Është e vërtet, por është shumë e rëndësishme që Xhena ka reflektuar shumë, sepse ne kemi folur shumë herë me Xhenën. Unë e përmenda tek episodi ju nuk ishit prezent, por tek episodi që unë fola po prap për këtë temë, ne përmendëm që reflektimi është shumë e rëndësishme. Dhe është gjë më e mirë që mund të bëjë një person. Pra Xhena ka bërë një reflektim të papar dhe tani unë jam shumë e sigurt që Xhena është shumë selektive, siç duhet jemi të gjithë ne, me shoqëritë që ajo zgjedh dhe me njerëzit që ajo zgjedh të kalojë dhe të shpenzojë kohën e saj. Apo jo Xhena? Po, patjetër. Më vjen mirë Xhena që ka reflektuar dhe shpresoj që gjithë adoleshentët edhe bashkë moshatarët tanë të reflektojnë dhe të kuptojnë se cila është shoqëria e vërtetë dhe cila jo. Kuptohet shumë lehtë. Unë mendoj që kuptohet shumë lehtë. Patjetër varet me personalitet dhe varet se si ne jemi të formuar, por që mendoj që kuptohet shumë lehtë se fillojnë që në momentin që ne nuk ndjehemi më rehat. Dhe që në momentin që ne shohim që kemi nevojë të bëjmë diçka që ne nuk duam ta bëjmë ose nuk kemi dëshirë. Kështu që mendoj që kuptohet lehtë. Me pak vështirësi, patjetër në fillim do të jetë e vështirë, edhe për mua. Unë e thash pak më parë që unë nuk e kam të lehtë, nuk e kam të vështirë fare të largoj njerëz nga jeta ime, kur unë mendoj që është arsyeshme, mirë po nga ana tjetër edhe është e vështirë, patjetër. Sepse në momentin që ti zëmos me persona tan të ngushtë që tani kemi hequr, ka qenë shumë e vështirë për faktin sepse ti me ata njerëz kanë lidhur situatat, ju ka lidhur koha, ju ka lidhur ngjarje që mund të kenë ndodhur bashkarisht, kështu që patjetër është çike e vështirë, por jo e pamundur. Unë mendoj që edhe ata njerëz që ne i kemi të ngushtë, momentin që ne duam t'i heqim, e mendojmë si të vështirë, patjetër është pak e vështirë, por jo e pamundur edhe jo. Jo, nuk është e pamundur sepse e kemi bërë edhe nuk është se pendohem. Pendohesh ti? Fare, nuk pendohem. Disa kemi zgjedh veten që të treja mendoj që është gjë më e mirë që kemi bërë ndonjë. Nuk pendohem as pak sepse patjetër që kanë merituar në një farë forme. Kështu që nuk është asnjë problemi. Tani goca, unë kam një pyetje. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të heshni para një shoqërie që nuk ka qenë me të vërtet e duhur? Po, ti Livia. Jo, sinqerisht nuk më ka ndodhur. Ju e dini sa nonchalante jam unë për ca situata, edhe në momentin që nuk më pëlqen diçka ta them. Për shembull, këtë nuk e bëre mirë, nuk më pëlqeu. Po, jesë natyrë drejt për drejt. Kupton, jam shumë e drejtë për drejtë natyrë, edhe nuk është se më intereson shumë. Mundohem për shembull tek njerëzit që unë i mbaj afër, mundohem që t'i flas,
Ti këshillosh. Ti këshilloj vërtet, por që tek njerëzit e tjerë që nuk kam aq afrimitet, patjetër nëse diçka nuk më pëlqen, ja them edhe bëj çfarë doj pastaj. Po ti Xena? Kam heshtur vetëm për ta ruajtur si shoqëri patjetër, po nëse kanë kaluar limitin, më kanë ofenduar ose më kanë lënduar, patjetër që kam folur. Se jam tip që nervat Mos të kapi nervi, po. Po, nervat i kam E kemi të përbashkët. Po. Dhe po, atëherë kur është dashur për të folur, patjetër që kam folur, por për ta ruajtur prap kam qenë më E tim, Xena e tim. Okej. Kemi parë Xena. Goca, në momentin që u keni vendosur të reagojeni nga kjo shoqëri, keni ndjerë më shumë lehtësim apo frikë? Unë mendoj që është një mix. Domethënë Një mix ndjenjash, emocionesh? Mix ndjenjash, sepse është frika, patjetër që është frika, nuk e si jam shkallon, sepse ti do përballesh me një shoqëri të re, me situata të reja që si e përballuar ndonjëherë. Edhe nuk e di çfarë të pret, kjo është frika më e madhe, që okay, lash tani këtë shoqëri, por çfarë do mpresi? A do jem prapë në këtë shoqëri apo do gjej një shoqëri më të mirë? Por që është një lehtësim, se duket si publiku një bar, mendoj që shoqëri toksike janë vërtet bar. Arrin një moment që ti thjesht nuk derte nga vetja, nuk je më ti ajo që Është e vërtet. ke qenë dikur. Por janë një mix mendoj unë. E mix ndjenjash, ë? Po. Nuk e di. Unë mendoj që është më shumë lehtësim. Është lehtësim, por është dhe frika, nuk e si na shkallon frikën. Për çfarë të kesh frikë? Për çfarë do të presi? Çfarë do të mpresim? Po, ti Se nuk e di jeta çfarë jonë të është pres. varur tek ai person që ne kemi hequr? Absolutisht jo. Zemra, unë po flas për një zemzimin e të dyja. Dhe sigurisht që unë me ty jam mësuar, e supozojmë që ne kemi një shoqëri toksike, unë jam mësuar me ty, jam mësuar me muhabetet tua, jam mësuar me çfarë bën ti. Ndërsa, nëse unë të heq nga jeta ime dhe them, okay, tani do njoh Xhenën e zi. Unë nuk e njoh Xhenën, nuk e di kush është, nuk e di a do përshtatet mua apo do jetë si ty. Ka dhe lehtësim, ka dhe frikë, po mendoj se frika është më shumë sepse do e humbësh atë robin dhe nuk do kesh njëtin rob për herë, nuk do e hasësh më. Po. Ajo është frika më e madhe për mua. Pastaj lehtësim patjetër. Si e mësuar, në fakt është e vërtetë se Po. e mësuar me atë rutinë, me atë rob. Patjetër që lehtësim, se nëse është toksike, kush e do toksicitetin fundja fundit. Patjetër. Për shoqëritë e vjetra që ju tashmë nuk i keni, bëhet fjalë. A ndjeni nostalgji ose keqardhje që i keni humbur apo? Unë të drejtën, ndjej shumë nostalgji. Unë e thash dhe më parë që gjithmonë kam pas një rreth shumë të ngushtë, po ti numërosh, i numëron me kishta dore, shoqet dhe shokët e mi të ngushtë. Edhe vërtet kam pas shoqëri shumë të mirë. Edhe unë kam shumë respekt akoma edhe sot për gjithë ata që kanë qenë jetën time, por arsye ndryshme nuk kemi më, ndoshta nuk na lidhi jeta, ndoshta nuk na kupton më gjërat. Shiko, vjen si pasojë e rritjes. Mendoj që vjen si pasojë e rritjes. Edhe nëse tani do riktheheshim prapë nuk do ishte njësoj sepse atëherë kanë ndodhur gjëra të ndryshme, tani nuk mendoj që do përshtatesha prapë me ato lloj shoqërie. Patjetër. Në fakt edhe unë ndjej nostalgji, keqardhje, jo. Jo, sepse ka ndodhur, mendoj që gjithçka ndodh për një arsye, kështu që ndjej nostalgji. Është e vërtetë, ndjejmë të dyja nostalgji. Edhe ju përshëndesim nëse po na shohin. Po patjetër, përshëndesim dhe i duam shumë, i respektojmë. Po ti Xhena ndjen nostalgji apo keqardhje për njerëzit që ke humbur? Nostalgji po, pse kohët nuk harrohen lehtë. Jo që i kam njohur, por që kam ulur hundën me persona që nuk duan. Dhe ka ato persona kanë abuzu goxha shumë dhe unë prap i kam lejuar. Dhe prandaj të them që ndjej keqare për veten time sepse s'duhet ja tolerosh këtë gjë vetes. E kuptoj. Në fakt, nostalgji e hedhin poshtë gjithë kujtimet, unë mendoj që kujtimet patjetër, po nëse do rikthehesha gjithë situatave, vërtet kam shumë kujtime të bukura nga fëmijëria. Po patjetër, ne kemi kujtime shumë të bukura me njerëz që kemi humbur. Patjetër të këqija, por që gjithmonë bizotrojnë e vërtet. Përse unë tani do kujdoj që uasi ma bëri. Po, patjetër. Sa eksperienca ime mbizotron të këqijat. Unë prandaj të gjitha të ndjej pak
për mirë, Jo, sharje për unë mendoj që nuk do të për, ndjej keqardhje, unë mendoj që thjesht do të reflektoj si ka reflektuar dhe akoma më shumë patjetër, se edhe në shoqërinë që ka si edhe neve, patjetër, kemi dhe ato gabimet tona dhe jo shpeshherë, jo të shumta të rasteve ne tregojmë selektive me njerëzit që ne vendosim t'i mbajmë më afër. Gjithsesi gjëna ne njerëz jemi. Është shumë fjali klishe të them që njerëz jemi gabime bëjmë, mirë po është e vërtet. Sepse në këtë moshën e jemi, patjetër që nga shoqëritë që ne kemi vendosur të rrim, jo detyrimisht do jenë ato të vërtetat ose ato të duhurat që ne mund të kemi bërë për veten tonë. Zgjedhje për veten tonë. Kështu që mos të vi keqardhje fare për veten. Patjetër një gabim që përsërit është pak zgjedhje. Patjetër. Nuk ta them për keq, po është pak zgjedhje që ti e bën. Në fakt unë gjithmonë ta kam thënë Xhena që në momentin që ti bën disa gabime rresht, si për palën e shoqërisë tënde të jo të mirë, si nga ana jote, disa gabime që ne i bëjmë shpeshherë bie që janë zgjedhje. Po kjo nuk do të thotë që njeriu nuk duhet të reflektojë me veten apo nuk ka vend për përmirësim. Kështu që mos të vi keq fare. Edhe unë si ty Xhena, ti e di shumë mirë nga 9 vjeçarja kam humbur dhe kam fituar njerëz për të cilët jam me lumtur që i kam njohur, po jo për të gjithë, se patjetër kam pas nga shoqëria e madhe, ju ja kam thënë që nga shoqëria e madhe do ju rastisi të qëndroni dhe të kaloni kohë me persona që detyrimisht do jenë të mirë, aq të mirë sa ne mendojmë se jemi vetë, të duhur, suportues e të tjera me radhë. Kështu që nuk ka asnjë problemi Xhena. Ty Livia nuk kam nevojë ta them sepse siç ja tha dhe vetë, Livia është shumë selektive dhe di shumë mirë se çfarë zgjedh, ndryshe nga unë dhe Xhena që ne zgjedhim pak si shumë. Tani Xhena, unë me Livian kam bërë një story në Instagram që secili që e shikonte kishte hapësirë të linte historinë e tij, pra ta ndante me ne, patjetër anonim, të një shoqërie toksike. Kështu që unë mendoj të lexojmë një tani. Po. Shumë kurioz dhe çfarë ka ditë. Sofim çka ka. Në fakt, të them të drejtën as unë kam lexuar, do lexoj tani për herë të parë. Tani goca unë mora telefonin që të lexoj historinë që na është shkruar nga dikush, patjetër. Hajde që nuk do. shumë kurioze. Edhe më pas dhe komentojmë bashkë. Kështu që, okej, tani, thot, ish shoqja ime ngushtë, stilli si e dashura ime, në gjitha kuptimet e fjalës, pra xheloze, toksike, e të tjerë. Kur kisha unë hall, ajo ishte e zënë. Kur kishte ajo që se unë nuk kisha dot aty, më thoshte që do vriste veten. Ua. E bënte të dukshme që si pas saj, unë patë si qa asgjë. Oh. Na i ka përmbledhur, vajza na i ka përmbledhur shumë shkurt. Ka përmbledhur shumë shkurt, po shumë e fortë. Domethënë, shoqëria toksike ka diçka që vërtet bën ato që ti ndihesh asgjë. E vërtet. E të vjen shumë keq për të gocën, jam shumë kurioze. Dhe gjë që më bëri shumë përshtypjen ishte që kjo goca në momentin që ajo ishte keq, kjo goca që na ka shkruar historinë, më që ajo ishte keq, ajo nuk ishte aty për atë. Ndërkohë, ana sjellta e kundërta ndodhte me Për një anshme. Shoqëri dhe respekt dhe gatishmëri e njëanshme. Por që ishte shumë e fiksuar aty që ish shoqja ime ngushtë që ajo nuk e ka. Po, patjetër, përderisa e ka shkruar, i vjen që e ka kuptuar çfarë shoqërie kishte. Vjen një keq që nuk kam pasur shoqëri toksike, se do doja shumë të kisha dhënë një kështu. Një dramë. Jo, është Sa të thoni në një. është e lezetshme. Shiko, unë mendoj që nga çdo shoqëri ne fitojmë eksperiencë. Po patjetër. Ne mendoj të treja ne kemi fituar shumë eksperiencë. Pra edhe ti Livia me shoqërinë tënde selektive, Si kam pasur selektiv, se ka dalë edhe ca kokra që ti po. Patjetër. Edhe unë me shoqërinë time të madhe kam fituar eksperiencë, bashkë me Xhenën, se të dyja e kemi këtë që bëjmë shoqëri shumë, edhe më pas i heqim momentin e duhur. Kështu që ta lexojmë historinë tjetër. Keni ndonjë gjë për shtuar? Xhena si mendonte? Ka bërë mirë që ka hequr kjo goca se që ka shumë gjendje ka qenë shumë keq. Ore, do shumë shpesh që në një marrëdhënie shoqërore bëheni sikur jeni në një lidhje. Por marrëdhëniet pra lidhje. Do ta them unë e para, në asnjë mënyrë nuk do të toleroni realisht, sepse ju shkelin hapësirën tuaj. Pra, se kemi raste kur të dashurit ose të dashurat i thon personit që kanë vendosur të lidhen edhe
të krijojë një marrëdhënie, i thon personit që mos shko këtu, mos shko atje, mos bëj këtë, mos vish këtë, mos vish atë. Unë mendoj që këta njerëz janë pak me probleme me formimin e tyre dhe me vetbesimin e tyre, por unë mendoj që me këta njerëz nuk duhet të krijojmë marrëdhënie. Sepse është shumë e dëmshme. Dhe sidomos në këtë moshë që ne jemi, që ne kemi nevojë të dalim, të bëjmë çfarë të duam, jo vetëm këtë moshë, por në çdo moshë dhe në çdo etapë të jetës tonë ne kemi nevojë të bëjmë çfarë të duam ne dhe jo çfarë do personi që ne mund të jemi në një marrëdhënie. Kështu që ti Livia si mendon? Jo, jam shumë dakord. Është shumë e vërtetë që marrëdhënie toksike, sidomos to lidhjet, bën një janë shumë bytse. Unë nuk e kuptoj se me këto lidhje toksike çfarë përfitojnë njerëzit që rrinë. Dhe siç the edhe ti Livia, që disa njerëz me vërtet i pëlqen toksiciteti, por që unë mendoj që nuk kanë asnjë lloj mirësie nga kjo marrëdhënie, përveç se i bëjnë dëm vetes së tyre dhe zakonisht ta njerëz nga formimi i tyre jo i mirë, do thoja, e kuptojnë mbasi kjo marrëdhënie mbaron. Unë e Gjena jemi pak toksike vetë, mendoj. Po, na pëlqen një lloj aventure. Pëlqen që ai të jetë kontrollues apo ku di unë. Po unë jam vetë toksike dhe unë kuptoj që nëse unë i them jo, dhe do më thotë jo, kështu që është gjë e barabartë. Jo, me thënë drejtën nuk jam toksike. Ti Kam hasur rob toksik patjetër, po për shembull elementët që janë toksicitet si xhelozia ose jo, nuk jam fare dakord ka ajo. Nuk jam dakord, po mendoj se të gjitha komentet që bëhen nga xhelozia dalin shumë mos u vish. Në asnjë moment nuk do normalizoj njerëz të cilët toksitetin e marrin si dashuri dhe e marrin si gjë të mirë dhe të bukur. Kështu që këta njerëz, për mendimin tim, duhen të largohen dhe kanë probleme realisht me veten e tyre. Sepse një person që është shumë xheloz, te kalon çdo limit dhe çdo hapësirë tënde dhe të kufizon në shumë gjëra që ti mund të kesh dëshirë të bësh, i biesh ka probleme me vetbesimin dhe me veten e tij. Dhe nuk është as pak problemi jot dhe kjo nuk do të thotë që ti të qëndrosh në atë marrëdhënie. Kështu që nuk në asnjë moment nuk normalizoj. Dhe patjetër që njerëz të tillë unë një gjykoj, sepse nuk do të rrin. Në fundit ne në jetën tonë kemi vetëm dy kujdestar, të cilët janë mami dhe babi. Nuk kemi nevojë në jetën tonë për një kujdestar të tretë. Kështu që na kaq mjafton dhe kjo është gjëja që ne mendoj kjo fjali e përmbyll këtë si temë për të vazhduar për temën qendrore dhe për temën e parë që ne kishim, që ishin marrëdhëniet toksike shoqërore. Historia jonë nis vite më parë, kur ishim vetëm në klasën e 6. Çdo gjë shkonte shumë mirë, kishim kimi dhe na shkonte muhabeti. Vitet kaluan dhe gjimnazi erdhi më shpejt se ç'menduam. Ishte herë e parë që mbas aq shumë vitesh nuk ishim më bashkë, por asgjë nuk ndryshoi. Ne ishim njësoj si gjithmonë, por problemet tona nuk ishin më të përbashkëta. Ishin vite sprove për ne, por mendova se do t'ja dilnim. Koha po kalonte dhe po kujtoja që gjërat nuk ishin më njësoj. Vetëm ajo kishte probleme dhe unë, kur isha mërzitur, nuk mund të flisja. Vetëm ajo kishte probleme, vetëm ajo ishte mërzitur dhe vetëm për ato duhet flisnim. Po kujtoja që çdo shoqëri që bëhej ishte një problem për mua, sepse nuk kisha më mundësi të shprehesha tek ajo. Ishte vështirë për mua të shifja që shoqja ime e ngushtë po ndryshonte dhe nuk ishte më ajo vajza e ëmbël që mundohej gjithmonë të ishte pranë meje. Unë vendosa të zgjedh veten dhe hoqja dorë nga kjo shoqëri që po bëhej toksike dhe e dëmshme. Dhe nuk jam penduar sepse në jetën tjetër do zgjidhja po prap veten. Uroj që ajo të jetë mirë dhe shpresoj që të mos ketë gjetur viktimën tjetër për ta shfrytzuar. Goxha histori është shumë e bukur, më vjen mirë që gjithsesi ajo gëzon në respekt, se mendoj që ne respekti duhet mbetet, vetëm për faktin që ne kemi kaluar mirë dhe kemi zgjedhur që me këtë person të kalojmë momente dhe çaste të bukura. Më pëlqeu shumë një frazë që e kishte thënë që vitet e gjimnazit ishin një sprov. Dhe vërtet unë mendoj që vitet e gjimnazit janë sprov për gjitha shoqëritë që nisin që nga 19-vjeçara, dhe sidomos kur ti nuk je më në të njëjtin gjimnaze, ju ndaheni. Pra, e ka fjalën për një test. Po, është një test shoqërie, ti je shef, sepse kur je 19-vjeçari dhe më i vogël, nuk është se ke shumë probleme, nuk është. Është vërtet. Në fakt shoqëria e tyre kishte nisur shumë herë, që do të thotë që ka qenë 19-vjeçare. Vetëm më pas në gjimnaz është testuar. Më vjen shumë mirë që vajza zgjodhi veten, edhe është shumë problem, e thash më parë që është shumë problem kur ai tjetri ose ajo tjetra flet vetëm problemet e veta. Pra ti nuk dënjon të pyesësh po ti si je. Është vërtet. Më minimalisht që mund të pyesësh dikë është si je, atë shqetëson gjë. Po prandaj quhet marrëdhënie, kur ti merr dhe jep, kështu që. Vërtet bravo për gocën që hoqi dorë sepse është e vështirë. Është si duket po, që nga shumë e vështirë
ka qenë e vështirë për faktin se ato kanë pasur shumë vite. Më vërtet që është shumë e vështirë të heqësh dorë nga një shoqëri për shumë vitesh, por Ti Gjena, ke pasur një shoqëri të cilën ke patur prej vitesh dhe ka ardhur momenti që ti ke parë që nuk ka qenë e duhur. Të e gjitha te personi. Fundja fundit sa më shumë unë kam rastis që kam pas goxha kohë, 14 vite, 15, ndoshta 10. Prap ka ardhur një moment që e kanë nxjerr fytyrën edhe kanë dalë në pa. Kështu që shumë mirë ke bërë që ke hequr. Goca, mendoni se shoqëritë që krijohen në gjimnaz janë të vërteta dhe reale, apo mendoni se janë vetëm për pjesën sa të mbaroj gjimnazin dhe nuk do kenë më vazhdimsi? Shumë tralla. Nuk është se mbaron gjimnazi, vitet e gjimnazit janë vitet më të shpejta, më të ngarkuara, edhe pak ngarkuara, po. Më zhdukur vitet e gjimnazit një vit i bukur. Në fakt, unë e thash dhe në episodin e parë, e thash që okay, mendoj që janë shoqëri që zgjasin për gjimnazin, janë të bukura për gjimnazin, pastaj nuk është se ti me jeta, se shkosh në universitet, ti ke gjëra të tjera, ato kanë gjëra të tjera. Por që ndodhë. Ka ndodhur, se këtë do thoja. Ka mamin tim që ka akoma shoqe që janë 50 vjeç tani dhe njihen që nga gjimnazi, që nga universiteti, kështu që po, ka raste, është e vërtet. Ti Gjena, si mendon, janë shoqëritë e gjimnazit të vërteta? Janë shumë tralla, po kot nuk thonë që mëse shoqëri gjimnazi është, po që vitet e gjimnazit mendoj se janë shumë të bukura dhe duhen shijuara. Për mendimin tim edhe gjërat më të këqija janë eksperienca që s'ke për t'i përjetuar. Nuk i harron. Ato do mbahen më në gjimnazi. Në fakt gjimnazi do mbahet më sepse në universitet je pak më i rritur, je pak më i vendosur në gjëra që ti do të bësh. Plus është të vjen pak edhe serioziteti, si rrjedhoje zgjidhjeve që ke bërë për karrierën, për të vazhduar karrierën dhe ato çka ke dashur të vazhdosh. Kështu që e vërtet, gjimnazi është periudhë e bukur dhe vlen për të theksuar fakti që duhet ta shijojmë. Atëherë Goca, për një pyetje të fundit, se më pas do jepni disa këshilla, patjetër, ato mesazhet, ato këshilla që ju mendoni që janë të vërteta dhe për t'u thënë. Goca, mendoni se shoqëria na ndikon tek vetbesimi jon? Patjetër që po. Patjetër është. Mendoj që është çështje kryesore shoqëria që ndikon. Se familja nuk mendoj që ka ndonjë peshë aq të madhe sa shoqëria në vetbesim. Nëse ke shoqërinë e duhur, mendoj që dhe vetbesimin e ke shumë qartë edhe i ke aty, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që ti të gëzosh për suksesin e shoqes ose shokut tënd. Domethënë, mua më vërtet e pa imagjinueshme që një shoqe ime të bëj diçka dhe unë mos ta suportoj apo mos i them që bravo, ti të shkëlqesh, je më e mira, dhe jo për t'ia thënë kot, po unë e di që ajo do e bëj, sepse kot nuk është shoqja ime. Ndërsa edhe ato shoqëri toksike që ne folëm që mendoj që ta ulin dhe të bëjnë të ndihesh sikur ti nuk ke asgjë, siç e tha dhe Goca më parë që kishte thënë ke tek historia, po. Që ajo më bënte të ndihesh sikur si pa të nuk do isha asgjë. Edhe është shumë e rëndësishme, prandaj e tham që të zgjedhim shoqëri të duhura për të pasur dhe vetbesim tek vetja jonë dhe për t'ia dalë, dhe për t'i pasur afër, se patjetër nuk mund të bësh çdo gjë vetëm, pa një dorë mbështetëse, pa dikush të suporton. Është e vështirë. Është e vërtet. Vetë nga natyra njerëzore kemi nevojë ndonjëherë të mbështetemi dhe të gjejmë atë ngrohtësinë tek njerëzit që ne kalojmë ditën tonë. Po për ty Gjena? Po, vetbesimi patjetër ndikon dhe për keq dhe për mirë. Po që mendoj që nëse je shpirt i fortë, s'është se i lejon këto. Po. Unë për vete jam goxha që nuk është se i le të përcjellin, po. As mua nuk ndikon, nëse dikush më thotë që ti s'doja dalësh, vetëm për inat, të betohem, vetëm për inat do e bëj fish më bukur, vetëm për të dalësh. Po që patjetër, siç e tha dhe Livi, duhet suporti. Po. Është e vërtet. Është pak, në fakt, është pak relative se varet shumë nga formimi që kanë vet njerëzit. Se disa e kanë shumë të nevojshme dhe pa suportin e të tjerëve nuk bëjnë dot asgjë, ose pa dëgjuar ato fjalët e mira dhe të ngrohta nuk bëjnë dot gjë, edhe i duket sikur s'janë të mjaftueshëm. Ose kur nuk kanë vetbesim te vetja tyre, i ulin tjerët për të fituar atë besimin te vetja. Është e vërtet. Është e vërtet. Si Goca, unë ju falenderoj shumë që ishe sot me mua. Gjena, shumë faleminderit. Livia, shumë faleminderit. Por, përpara se ta mbyllim këtë episod, unë do doja që të dyja juve
të shikoni te kamera dhe thoni disa këshilla për shoqëritë toksike dhe se si mund të largohen këta njerëz nga shoqëria toksike që mund të kenë. Okej. Tani, për gjithë njerëzit që mund të jenë aktualisht në një shoqëri toksike, unë mendoj që është shumë e rëndësishme të zgjidhni veten tuaj para çdo gjëje. Mos u bazoni tek fjalët, mos u bazoni tek ndjesitë, por tek vetja juaj. Unë mendoj që sidomos gocat kanë një intuit shumë fort. Është vërtet. Edhe mendoj që po e ndjeve që ajo shoqëri nuk është për ty, thjesht ik. Mos ki frikë. Që momentin që e ndjem që s'është okay, aty fillon Çdo gjë problemi. vjen për një arsye dhe çdo gjë ikën për një arsye dhe dikush ikën, dikush vjen, më mirë do bëhet. Njerëzit janë kalimtar. Kështu që të gjithë ne jemi kalimtar, kështu që nuk do të thotë që ne njerëzit do të kemi përgjatë gjithë jetës tonë. Xhena, çfarë këshillë do jepje? Patjetër, i bashkohem asaj që tha dhe Livi, që kur mos u ndikoni nga shoqëria toksike, patjetër. Dhe mos i lejoni që të të poshtrojnë, të të gjykojnë, para tjerëve ndoshta veç dhe asnjëherë mos zgjidhni shoqërinë para vetes, gjithmonë veten. Është shumë e vërtet. Goca, edhe një herë ju falenderoj pa mas. Shumë faleminderit që bëjmë bashkë bisedim kaq të bukur dhe kaq interesant. Ma bët punën realisht shumë kollaj dhe unë ndjeva shumë mirë edhe unë. Xhena, si unë ndjeve sot, se je si e ftuar speciale. Për herë të parë, mirë, shumë mirë. Atëherë, ky është episodi i për sot. Ne do të shihemi te episodi i radhës. Bye bye.